Në një kohë kur numri i automjeteve po rritet gjithnjë më shumë në mbar botën, vendet e rajonit të Ballkanit dhe Shqipëria në veçantë mbeten nën motorizim të ulët në krahasim me mesataren e Bashkimit Evropian. Shqipëria vazhdon të qëndrojë në një nivel shumë të ulët të automjeteve përbanore dhe pse trafiku gjithnjë është shumë i lartë. Sipas Eurostat, Shqipëria është ndër vendet më të nën motorizuara në rajon, duke lënë pas Maqedoninë e Veriut dhe Turqinë, dhe sigurisht Tirana, nga ana tjetër, është një prej qyteteve në rajon që i afrohet mesatares europiane, me rreth 500 automjete për 1000 banor. Po si ka ndryshuar tregu i automjeteve në Shqipëri? Sa i rëndësishëm është një mjet dhe kemi më pak makina dhe më shumë trafik? Pse ndodh kjo? Një pikë pyetje cilën në formë analize do të na e shpjegoj Mehmet Hanaj, inxhinier mekanik pedagog. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes zoti Hanaj, faleminderit që jeni me ne dhe në fakt nisim menjëherë me diçka që nuk shkon në këndvështrimin e një qytetari, shikon në rrugët plot, nuk ke ku parkon në shumicën e rasteve, kudo që shkon ka trafik, shkon në plazh, shkon në mal, gjithandej ka makina, por prapse ne mbetemi me nivelin më të ulët në rajon për sa i përket Ballkanit krahasim me Europën. Çfarë është kjo, çfarë ndodh? Atëherë duke i referuar numrit popullsisë të Shqipërisë në krahasim me numrin e automjeteve që disponojmë aktualisht, në shifra del që të jetë rezultat shumë i ulët. Por çfarë po ndodh aktualisht? Duke qenë se ne nuk kemi një planifikim të urbanistikës, duke përballuar këtë fluks në të cilën neve jemi përballur vitet e fundit, ka bërë të mundur që të kemi një mbingarkesë të trafikut. Elementi tjetër është edhe elementi i mos transportit publik, të cilët nuk sigurohet në mënyrë efikase, duke bërë të mundur që çdo qytetar të krijojë mundësinë e lëvizjes së tij me automjetet personale. Po të marrim masën e lëvizshmërisë të gjithë automjeteve personale në krahasim me lëvizshmërinë e transportit publik, normalisht ky kaos do të përkthehet në një trafik të madh. Infrastruktura e rrugëve është një element tjetër të cilat e krijon këtë lloj trafiku, elementet e parkimit, destinacionet të cilët nuk kemi disa nyje kyçe për të shkuar në një destinacion, bëjnë të mundur që të kemi aktualisht një trafik të dendur në të gjithë zonat urbanistik të zhvilluar. Po themi nuk po folim për pjesën periferike të vendeve ose të qyteteve të largëta, po folim për kryesorët Tirana, Durrësi, Vlora, të nyje që ose këto qytete të cilët kanë një fluks më të madh dhe më të dendur të automjeteve. Pra po themi që aspekti kryesor ose faktori kryesor pse ne vërejmë një trafik të rënduar në përditshmërinë tonë është sepse supozojmë Tirana është e planifikuar në aspektin e urbanizimit e atill për të patur më pak automjete. Dhe ky fluksi i mjeteve të shtuara, apo nga ana tjetër ndërtimi i godinave të ndryshme apo zhvillimi urbanistik i Tiranës e bën të pamundur që ne të shkojmë në raport të drejtë, e bën të pamundur që të kemi një trafik më të lirshëm. Po, është normalisht. Normalisht do të kemi një balans të koordinuar ndërmjet trafikut dhe numrit popullsisë. Kjo lloj balance do të vijë minimalisht nga pjesa e infrastrukturës ose projektet afatgjate që duhet bën në urbanistik. Do të thotë, nëse se ne kemi një fluks në rritje të automjeteve në vendin tonë, duhet kemi parasysh do të sigurojmë dhe disa elemente tjerë të infrastrukturës. Në rastin konkret, në pjesën e Tiranës që ne hasimi dhe përballemi ditë për ditë për pjesën e trafikut, është një element kyç në cilin e venditon çdo lloj personi. Transporti publik, po ta themi në vendet e rajonit, është shumë i ulët, që do të thotë, momenti që ne kërkojmë të shkojmë në një destinacion të caktuar ose për shkuar në jetën e përditshme në punë, ne nuk kemi një transport publik efikas. Që do të thotë, neve të nisim në orën 7 dhe të përfundojmë në orën 7:10 ose 7:20 ku kemi tek puna. Dhe transporti publik aktualisht që është, nuk ka një kursi. Po, nuk arrim dot. Po, që ta shpjegoj dhe këtë pjesë. Duke qenë se ne përballim kjo pjesë, ne detyrohemi që të kalojmë në mjetet individuale dhe për vetë faktin për të transportuar ose për të dërguar fëmijët nëpër shkolla, nëpër qerdhe dhe gjërat e tjera, duke bërë një kaos të trafikut. Elementin në të cilën ne verifikojmë që është evidentueshëm është edhe pjesa e lëvizjes së drejtues të mjetit. Shikojmë që kemi drejtues të mjetit jo potencialisht të mirëfillt, të cilët e njohin rregulloren e qarkullimit, duke bërë të mundur që për pak gjërë të krijon nyje, ngushtimi dhe trafik të panevojshëm. Kjo vjen për shkak se çdo kush dëshiron të shkojë në orar, por ky orari na cungon edhe elementet. Kjo vjen për shkak të karakterit që kemi si Ballkanas. Po, karakteri që jemi çik të padurueshëm të kjo pjesë e kësaj që patjetër unë do të jemi pari, unë sta hap crown. Dhe elementet e tjera është parkimi. Në zonën e Tiranës në cilin evidentohet
Pjesa e parkimit është një problematik shumë e madhe. Duke qenë se individet ose qytetarët nuk kanë ku të kenë vendet të posaçme për të parkuar automjetin, detyrojnë që të zënë kursi televizis e automjeteve, duke bërë të mundur që një rrugë që është me 2 kursi vajtja ardhe kthehet në një kursi, ose mund të bllokoj rrugën tjetër dhe është e pamundur që ti të vërtetën o zoti Hanaj, nuk është dhe e lehtë si nga këndvështrimi i qytetarit për të blerë një garazh ditën e sotme apo për të parkuar tashmë anës rrugës ku çdo rrugë në fakt është kthyer me pagesë. Dhe shkon të parkosh në brendësi të rrugëve të lagjeve apo sipas kartës së rezidentit që ti mund të kesh, kur nuk ka funksionuar dhe nuk do të vazhdoj të funksionojë ajo karta, pasi gjithë parkojnë aty, askush nuk merr masa që tjetë vetë për rezidentët e tjera me radhë. Pra, situata është, le të themi, ka një lloj tragjizmi brenda për qytetarët. Por edhe nëse do funksionojë që ne të kemi orarin ose fashën në të cilën neve do të parkohemi, raporti numrit banorëve me numrin e parkimeve që ndodhen rreth zonave të banuara nuk përputhet. Kjo është një pjesë e urbanistikës ose i planifikimit të cilit nuk është marrë një studim i mirëfillt që do të thotë një pallat do të ketë kaq banor, minimalisht do të mund të kemi kaq numër makinash dhe do të kemi kaq vende parkimesh. Asnjë sot për sot pallat nuk siguron 100% parkimin e automjeteve që disponojnë individet ose persona që jeton në atë zonë. Detyrohet pas edhe fasha është ora 8 të darkës që lejohet fasha e parkimit pa pagesë, tjetri do kthehet në orën 4-5 në shtëpi, do të presi 4 orë që qarkulloj. Çfarë do ndodhë? Do të parkohet në vendet jo të përcaktuara për parkim, do kemi edhe masat administrative për gjoba, do kemi blokimin e rrugës, dhe pa nga pak krijohat shkakpasojë dhe krijohat. Sigurisht që është një temë e cila krijon nën tema të tjera dhe do duhej që secilit kishte një ekspert të fushës saktuar. Qoftë një urbanisti që ndërton edhe planifikon ndoshta edhe po themi Tiranën, policentrike, apo edhe një zhvillues ndërtimesh e tjere. Por në rasin konkret të makinave, ne kemi dy periuda, në fakt, që do doja të bënim një krahasim. Para viteve 90, sigurisht që qytetarët shqiptarë patën një etje të madhe për të patur automjete. Sigurisht me kalimin e viteve, tashmë Tirana, po themi, krahasojmë Tirana, me qenë se ka dhe numrin më të lartë, shkon deri në 500 mjete për 1000 banor. Si është qasja, po themi, jemi në ritme normale apo shumë të avashta të futjes së automjeteve në vendin tonë? Nëse do referohemi vetëm pjesës Tiranës, Tirana po afrohet dhe vendeve të tjera përsa i përket numrit të automjeteve për numrin e banorëve. Por ky raport do të plot pjestohet edhe në qytetet e tjera, se duke ditur se Tirana është vendi që ka ngarkesën më të madhe dhe sipërfaqen e të cilën e mban këtë ngarkesë është shumë e vogël në krahasim po të bëjmë raportin e densisë së popullsisë për metër katror. Dhe kjo është një faktor i madh që e bën të mundur. Duke qenë se është Tirana ka numrin më të madh popullsisë edhe shërbimet që ofrohen janë shumë të larta, duhet të mbulohen me lëvizjen e automjeteve, ka bërë të mundur që të kemi këtë pjesën e raportit të lartë për pjesën e Tiranës. Nëse do të referohemi 2 periudhave, para dhe pas, por më tepër po folim për periudhën aktuale, shikojmë që numri i automjeteve sa po vjen dhe po rritet në vetvete. Kjo vjen për disa faktorë, edhe të thjeshtë dhe pak social. Çdo individ tani priret si diçka personale dhe arritje që të ketë një automjet në përdorim. Duke qenë se momentin që disponon nga automjet, mundohet që të kryejë dhe shërbimet vetjake dhe një shërbim edhe për punë në mënyrë që ai të ketë një funksionim të përditshëm. Po nuk shikohet më si luks automjeti. Futet në termin e një luksi, por në vendet e Bashkimit Evropian, makina në formën e luksit e shikon vetëm për pjesën e fundjavës. Gjatë të ditëve nga hëna deri në të premten, në mënyrë të përgjithshme, masa kam parë dhe kam lëvizur, çdo individ në çdo lloj posti drejtues, po themi në pjesën mesatare, kryen me transportin publik, duke bërë të mundur që të shkojnë në orar, mos ketë stresin për parkim automjeti momentin që të shkojë dhe është më komod për pjesën e vet. Tirana nuk t'i ofron këtë lloj gjërash, sepse transporti e diskutuam është pjesa e parkimit. Edhe nëse do kishim pas hapësira parkimi minimalisht të përballueshme për këtë dënsi makinave, nuk ta përshtat terreni ose sipërfaqen e cilën ndodhet kjo popullsi ose ky fluks i madh që ka kapluar pjesën e Tiranës më shumë po themi. Një element tjetër që është pjesa e makinave që Bashkimi Evropian ka qenë dikur në normat e Euro 3, Euro 3 nuk bëhet fjalë edhe në Shqipëri që
të importohet, por Euro 4 Euro 5 tani po i eksporton në mënyrë kategorike duke mbrojtur elementet e ndotjes ekologjike. Po, për thënë vërtetën kemi pas një boom në pjesën tonë. Gjithmonë i kanë pasur qef makinat e bukura, sa më luksoze, sa më të mëdhaja, aq më mirë ka qenë gjithmonë. Nëse referohemi qofshin ato vitet 90 dikur kur lirua tregu dhe filluan të futeshin në masë ato makinat e bukura të gjata me atë stemën që shëndrinte. Sot e kësaj dite vazhdojmë të duam shumë makinat, mbi të gjitha kemi filluar të duam shumë dhe ato elektrike. Më ka rasitur shpesher të marrë përshtypjen e personave të tjerë, cilët ndoshta vinë për herë të parë në Shqipëri, apo referuar edhe blogerëve të ndryshëm, që i referohen Shqipërisë si një vend ku ka shumë makina luksoze, por mbi të gjitha duket edhe një lloj mirëqenie. Nëse i referohemi që për shembull në Greqi vazhdojnë ende të ketë taksi të cilat janë me karburant, ne në Tiranë kemi me elektrike. Pra duket ka një lloj diferencë për sa i përket edhe qasjes që kemi ne për të pasur makina të mira. Është e vërtet, unë më kara që da shikoj dhe fizikisht pjesën e Greqisë, Maqedonisë, Italisë dhe Gjermanisë kohë dhe funi që kom pas lëvizjet e mia dhe Tirana, po ta kapish vetëm pjesën e Tiranës, shikot në dukje që është ky lloj trendi. Makinat të tipeve të funit, makinat të mëdha, pjesa e taksive elektrikeve, po themi është jashtëzakonisht e madhe për pjesën e Tiranës, nga ana inxhinierike, themi që është një element pozitiv, përsa i përket hyrjeve të këtyre brandave, sepse ka elementet pozitiv në pjesën ekologjike, në pjesën e transportit, të mirëmbajtjes, të sigurisë, lëvizjes së qytetarëve, por unë e shikoj në dy këndvështrime. Ka dhe kosto të furnizimit të përditshëm më pak. Aty do të shikoj. Karburantet sidomos. Do e shikoja në këtë këndvështrim përsa i përket mendimit tim. Është diçka se gjatë javës në vendet e Evropës, ky grup automjetësh jo që nuk disponohet, por nuk e shikojmë në lëvizjen e përditshme. Ndërsa në Tiranë e kemi si lëvizje të përditshme. Dhe kjo bën të dukshme në syrin tonë që ta shikojmë që kemi një boom, por kemi dhe makina realisht luksoze. Përsa i përket makinave elektrike, është një element shumë i rëndësishëm, të cilat duhet të kishte qenë edhe më përpara. Që momentin që fillojnë dhe prodhohen, është e drejta që ta importojë çdo lloj shteti. Tu do të hynë loj politikat fiskale që du t'i subvencionojnë, du t'i ullin taksat, të jesin pjesën e të vëshëve, të aksizave, në mënyrë të tillë që ne të kemi sa më shumë numër makinave ekologjike për vendin tonë. Disa politika janë ndjekur në pjesën e taksimit, për vitet e para, kanë taksat zero dhe elementet e tjerë, duke bërë të mundur që shumë kompani ose individ që kanë monitorin pjesën e taksive, është në eficiencë ekonomike të tyre që të përdorin taksit elektrike. Një faktor tjetër që përdorin taksit elektrike në Shqipëri është që kemi distanca të shkurtëra. Do thot, një taksi elektrike që përshkon diku mesatarisht po them 350-400 km me një karikim, në Shqipëri po ta llogarisim mund të shkojmë të kapim dy ekstreme të Shqipërisë nga Tirana, si në jug, si në veri, në sipërfaqe përsa i përket gjatësisë së tyre. Ndërsa në vendet e Europës kemi gjatësi të larta, pavarësisht sa do kanë bërë infrastrukturën e karikimit në postët gjatë rrugës dhe në autostrada, por është e bërë dukshme që tek ne e përdorim në mënyrë masive. Dhe për mua është një element shumë pozitiv. Më të rrojë vëmendje në fakti që ju përmendët pak terminologjinë politika fiskale. Tani jemi në kushtet që thamë, sipas evidencave gjetjeve të Eurostatit, rajoni, por edhe Shqipëria janë nën motorizim. Çfarë do duhet ose çfarë sugjeroni ju që qeveria shqiptare të ndërton të një politik fiskale ndryshe në mënyrë që të rritej numri i motorizimit në vendin tonë dhe pa tjetër të krijon të më pak kosto edhe për vetë qytetarët, jo vetëm për ata që e përdorin për biznes një automjet të tillë. Okej, unë këto do ta ndaj në dy faza mendoj, për ta krahasuar dhe për ta kuptuar pak më thjesht edhe pjesa e qytetarëve. Arsyet të cilin qytetarët nuk pririn drejt blerjes së një makine elektrike nuk është se nuk kanë dëshirë, por është pjesa financiare. Mundësia ekonomike për blerje një makinë të re, një makinë elektrike, nuk është e përballueshme për sa i përket mirëqenies dhe të ardhurat ekonomike që disponon një individ. Sidomos po themi për një shtresë të mesme, apo edhe një shtresë të bashkë. Duke qenë se nuk e realizon kaluar tek pjesa e blerjes automjeteve të Euro 4, Euro 5 të përdorura. Nëse do t'i krahasojmë në analizë të mjetet përdorura, momentin që importohen në Shqipëri, pavarësisht se kanë taksën e doganës, taksën e të vëshës, të cilët do t'i paguajë çdo individ, kemi dhe kostet tjera që vazhdojnë në ecurinë e automjetit, që të mirëmbajtjes, në taksat e rrugës, taksat e karburantit, të cilën ne i shpenzojmë çdo individ për makinën. Makinat elektrike ose makinat e gjeneratët të fundit, përveç se ka një
ndimes të madhe në pjesën ekologjike, në pjesën e ambientit, uljen e ndocëve, ose NOx-eve që e përdorim më shumë, na ndihmon neve që të krijojmë një mirëqenie. E tillë nuk përballohet nga shtresa. Çfarë do ndodhi të pjesa e shtetit? Mendoj, në mendimin tim është që gjitha automjetet elektrike ose makinat të cilat kanë evidencën e ndocëve të ambientit në normat më minimale, duhet që ti përkrajnë momentin e importimit. Momentin e importimit janë kompanit importuse, kompanit që i blenë, se dhe ne nuk kemi kontakt të drejt për drejt në blerjen tek prodhuesit. Momentin që prodhuesit bëjnë blerje dhe bëjnë furnizime, në momentin e zhdoganimit hasin taksat. Taksën e doganës, taksat e aksizave, që në të larta. Vendet të ndryshme i kanë bërë që momentin që ti do ta importosh një automjet në vendin tënd, nuk e ke të vëshën, vetëm nëse ti do ta rishesish për eksport jashtë. Momentin që ti e përdor në brenda vendit, e ke të vëshën zero. Ky element është kosto për individin. Nëse nuk po them që të eliminohet plotësisht, po do të ketë politika fiskale që ta lehtësojë në mënyrë të tillë që çdo individ të ketë mundësinë që ta blejë. Momentin që do ta blejë këtë automjet, nuk mendoj se ka një kosto mirëmbajtje të lartë në krahasim me motorët me djegët brendshëm. Elementi qëndron vetëm në blerjen fillestare. Momentin fillestar, makinat elektrike kanë kosto. Pastaj, kosto e mirëmbajtjes është shumë e ulët e karburantit, e taksave, elementet e tjerë. Këto makina janë ekologjike, për rrugën, për shumë elemente tjerë të cilët na bëjnë të mundur neve që të kemi infrastrukturën dhe një komoditet për lëvizjen tonë. Bukur, shumë sakt. Tani, për ta kuptuar dhe për të nxjerrë një konkluzion nga gjithë kjo biseda, është mirë apo është keq që ne kemi numër më të pak makinash në krahasim me Europën? Se edhe po të kesh shumë, edhe po të kesh gjitha me djegje të brendshme, nuk është se është shumë mirë për mjedisin. Shiko, kjo është në dy raporte, ka anën pozitive, ka dhe anën negative. Ti morin të ndajmë specifikisht me pak gjëra. Nëse do morim anën pozitive, kur numri automjeteve në raport me popullsinë është i ulët, çfarë ndodh? Kemi një mos amortizim të infrastrukturës. Kemi një mos zënje të hapësirave publike për parkimet të automjeteve, duke bërë të mundur që të kemi parqe më shumë. Kemi kostot të mirëmbajtjes rrugëve në vetvete ose zgjerimit të tyre nuk është shumë e lartë. Të disa element pozitiv. Elementet negativ janë të tillë që në qoftë se ne ngemi me numër automjetësh të ulët, neve nuk është kërkesa që ne të bëjmë rrugë të reja, të bëjmë autostrada, të kemi infrastrukturë të zhvilluara, të kemi komunikim me zonat rurale, domethënë ndërqytetëse, duke bërë të mundur që transporti ndërmjet qyteteve të jetë më i avashët ose komunikimi në ambientin social ekonomik. Pra që mos të zhvillohet komplet infrastruktura. Kemi një ngandalësim të zhvillimit ekonomik, bën të mundur që është ky raporti negativ dhe pozitiv. Bota në përgjithësi bën plane afatgjate duke ditur që do kemi një trend rritje sa do i vogël të numrit të automjeteve, planifikon dhe pjesën e infrastrukturës urbane, që do të kemi zgjerimin e rrugëve, do kemi nënkalime, do kemi mbikalime, duke u përshtatur edhe me infrastrukturën bashkëkohore europiane të cilat në vijnë direktivat e një pasnjëshme. Mendoj që ana pozitive dhe ana negative duhet të anoj më shumë tek ana negative po ta morim të pjesë e kësaj, por duke pasur një politik urbane afatgjate ose të zgjuar, si që në pjesën inxhinierike. Të zgjuar që do të thotë që ne duhet të projektojmë, jo për sot, por pas 10 vitesh, se si do të jetë ky trend. Përdorin japonezët më tepër këtë termin, të zgjuar që do të thotë ne duhet mendojmë për pas 10 vitesh, se sot e dim që çfarë ndodh. Fatkeqësisht Shqipëri nuk është projektu. Faleminderit shumë që ishit me në studio dhe për gjithë ekspertizën e këshillat tuaja. Ju faleminderit dhe ju, më shkënaqësi. Mirupafshim. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues për vëmendjen e treguar për gjatë këtyre 3 orëve. Ishte e gjitha për sot. Nesër Avazi.